Jemi rikthyer sërish në transmetim, siç ju njoftova në fillim të emisionit, me çështjen e Jeffrey Epstein. Ju thash pak më parë që ne do merremi pak më gjatë me këtë çështje në ditën e vijim, duke ju shumë thellësi nga ishte ky personazh, nga vinte, si arriti të imponohet kaq shumë në botë, por nuk do merrem me këtë pjesë. Do merrem vetëm tek fakti që në fundjavë rreth 3.5 milion po i quaj fleta apo dokumenta kanë dalë në publik duke tërhequr maksimalisht vëmendjen e të gjithë globit që janë me syt në ekran për të gjetur emra personazhe të tjerë. Midis cilëve për shembull janë përmendur emra shqiptarësh ku në kaosin e krijuar çdo njeri bëhet faktor dhe sepse përmendet krejtësisht tangent nëpër email pa llogaritur personat që janë pjesë saj. Kam dy të ftuar në studio, vazhdon mbetet pra Fationa Medini edhe një herë nga pjesa pararse dhe Trim Radoja, kërkues kibernetik. Mirë mbrëma Trim, se Fationa si kam thënë parë, mirë se ka ardhur. Fationa, çfarë ishte kjo? Në fakt ishte pritur me vendimin që është marrë nga presidenti Trump në 2025 në vitin e kaluar, dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë vendosi më në fund edhe publikimin të gjithë dokumentave që lidhen me hetimin e rastit të Epstein. Po nuk janë publikuar të gjitha. Mendohet që ky do të jetë publikimi më i madh i mundshëm dhe mendohet që është një pjesë dërmuese e tyre. Tani, palët kanë kundërshti. Kanë ata që thonë që janë censuruar shumë emra dhe departamenti mbrohet me faktin se është e drejta privatësisë dhe aty duhet të kuptojmë që kemi viktima të trafikut seksual. Dhe nga ana tjetër kanë ata që mendojnë që është dhënë shumë. Domethënë dhe ajo mesi nuk dihet deri në këto momente. Ajo që dihet sot është të gjithë gazetarit investigativ të mediave kryesore botërore janë duke kontrolluar atë database-in. Dhe çështja që ndron me orë, çdo orë të del një personazh tjetër. Po personazh sepse janë pafund blendi ashtu siç e për janë miliona dokumenta. Dhe se do i kthehem Trim, sa dokumenta janë? Janë tek volumi 8-9-10 që janë 3 volumet e fundit që me datë 30 shtunën u publikuan, janë 3 milione gjysmë dokumenta, 180.000 3 milione gjysmë dokumenta. Foto dhe nuk e di një 20.000 video. Po një pyetje kam. Këto dokumenta nga janë marrë? Këto janë marrë, tash siç përmendi, çdo gjë nisi me urdhrin e Donald Trump të Jo, nga janë sekuestruar dokumenta. Këto janë të ndarë në, unë do thotë janë të ndarë në 3 grupe. Domethënë këto janë një pjesë e dokumentave janë nga proceset e gjyqësore të Ghislaine Maxwell. Ku janë dëshmitë? Që janë dëshmi, procedura etj dhe që ka dhe nga ato dokumenta nisën pastaj FBI, nisi edhe me që ajo u dënua me sex trafficking, FBI më vonë nisi edhe për hetimet të tjera për këto emra që janë përmendur në procedurën gjatë gjykimit të saj. Dhe që më vonë janë një pjesë e këtyre dokumentave që janë nga FBI, nga hetimet e më vonshme, janë një pjesë që mund të quhen që janë emaile, lista avionash, do me thënë që janë fakte të verifikuara. Ky material çfarë është? A mund të më shpjegosh pak një sekond? Këto janë dokumentat e publikuara? Këto janë, po janë shumë të ndarë, sepse është dhe se ka rëndësi konteksti blend, se si duhen lexuar. Se si të thash, ka një pjesë janë fakte të verifikuara. Për shembull, emailet, edhe se në mënyrë tangenciale mund përmendet dikush është emaili është i verifikuar se është në barë në të zezë, po ka një pjesë të dokumentave që janë dëshmi. Jo, po flas vetëm për pjesën e dokumentuar nga vet Epstein. Po, për këto janë, gjithmonë për të njëjtën gjë po flas. Jo dëshmit, jo, flas dokumentat. Komunikimi i tij personal. Vetëm komunikimi, fotot, videot, këto nuk janë dëshmi. Jo, ato nuk janë dëshmi. Raportet fluturime. Sepse shikojmë online dhe lajme që nxjerrin një kështu print screen aty dhe përmendet emri dikujt edhe duket sikur ka qenë dikur sikur çka ka ndodhur, po varet prandaj është konteksti i rëndësishëm që çapo lexojmë. Unë po flas, çfarë janë nga janë gjetur dokumentat autentike, jo dëshmitë e marrë pas. Ato janë nga FBI. FBI i ka quar DOJ-t, Department of Justice, dhe që i ka detyruar... Po i ka gjetur ku? Nga vetë... Nga hetimet. Nga duke dalë emrat nga gjykimi i Ghislaine Maxwell dhe vetë Jeffrey Epstein, se po të shofsh dokumentat fillon 2008 mbaren 2016. Sepse në 16 dhe vdije. Do më dhe në gjë gjë ndodh në këtë hako. Dhe këto, do më thënë, janë pjesë e hetimeve të FBI-t, këto e-mailet për shembull. Që kanë qenë të shkruar nga i vet. Nga i vet, po, janë nga device-et me emrat me gjithë emrat që mund të të shkojnë mendja, domethënë emrat më të njohur të medias, të bizneseve, që na Bill Gates, ku diun
Bannon, se këto njerëzit Steve Bannon. Ai me Bannon ka dhënë vetëm në intervistë, mos gaboj apo. Nuk më kujto, e di që ka bërë një intervistë dikur, po domethënë ku diun, Woody Allen, edhe njerëz që ty s'të pret mendja fare që mund të ishin aty, përveç figurave që përflitet. Blendi, a mund vetëm kategoria e njerëzve në të cilët ekspozohet? Dhe këtu do të kuptojmë që nuk kemi vetëm korrespondencën. Do merrem pak më gjatë me të ditën vijim për të parë nga vinte ky personazh si u shfaq, sepse është e çuditshme, një njerëz që korrupton gjithë elitën e botës. Një pjesë të elitës politike amerikane, një pjesë të elitës të rëndësishme të biznesit dhe të financave, një pjesë të artit, Michael Jackson është gjitha dy i pranishëm, lider botror, pjesëtar të familjeve mbretërore europiane, sot edhe një lord i profesuesit dhomës lordëve, po ashtu u shfaq, ajo u shfaq fare me, si i themi ne. Sekretari tregtisë në SBA. Domethënë janë elitat politike, ekonomike, elitat e teknologjisë, se ne duhet flasim tu edhe për drejtuesin e Google-it. Që seksi korrupto ka më shumë se leku. Po me sa duket, në fakt edhe ne mendonim këto Blendi, që këto ishin fenomene balkanike, këto ishin fenomene lindore, po këto fenomene i gjejmë në mes të New Yorkut. Dhe që kanë më perverse se sa ato edhe shumë herë më perverse dhe gjejmë aty domethënë të përfshirë edhe elitën botërore, siç e tham, dhe aristokracinë botërore. Ajo që është interesante është që Epstein nuk është mjaftuar vetëm me korruptimin e elitës në SBA, por edhe atë europiane. Po të shikosh, ne kemi politikanë të lartë. Europiane dhe të lindjes mesme, thot. Janë shfaqur foto, megjithëse nuk mund të përgjegjës nga të gjitha këto dokumentat që ne kemi deri në këto momente, nuk është se është ngritur në një akuzë penale për në njërin nga këta njerëz që kanë komunikuar me Epstein. Por ajo që ka rëndësi në këto momente është aspekti moral. Ne nuk duhet harrojmë faktin që Epstein ka qenë i dënuar si abuzues dhe si trafikues i minorenve që në vitin 2008. Dhe pavarësisht kësaj akuze, dhe po kështu ai ka bërë 13 muaj burr për këtë gjë, që në vitin 2008, ajo që del nga i gjithë kjo korrespondent është fakti që elita botërore, politike, ekonomike, e argëtimit, e financave, ky nuk ishte një problem. Prince Andrew për shembull vazhdon të shkonte. Ky është problemi më i madh moral, dhe këtu është hipokrizia morale që ky rast po sjell para botës. Domethënë gjithmonë është menduar kjo që elitat gjithmonë kanë rregulla të tjera. Po për nivelet më të larta botërore. Edhe kjo është nivelet më të larta botërore. Tani nuk dua, domethënë se ju e di që do ta trajtoni këtë çështje. Do ta trajtoj pak më gjerë me detaj, nuk ishte i rastësishëm. Problemi i Epstein është më interesant si ka dalë një njerëz krejtësisht anonim, i cili nuk i regjistrohen rekordet jashtëzakonshme financiare, pothuajse zero, arrin të ngjitet dhe të ketë një politik të qartë për të korruptuar elitën botërore. Ai kishte krijuar një rrjet. Ai vetë kishte struktura për t'i ftuar, për t'i kontaktuar këta njerëz. Dhe një pjesë e madhe e emaileve në fakt janë edhe partnerët e tij, edhe është rrjeti, sepse ai kishte ndërtuar një rrjet global të trafikimit të grave, po kështu edhe të minorenve, të fëmijëve. Dhe në këtë rrjet kishte të punësuar, dhe një pjesë e madhe e emaileve janë bashkëpunëtorët e tij të cilët rekrutonin vajza dhe pastaj këto vajza i ofroheshin edhe elitës së botës. Domethënë rasti është shumë i papritur. Të mendosh jemi në këtë shekull dhe nuk e mendojmë që këto fenomene duhet i përkisnin shekujve të mëparshme ose dekadave të mëparshme për sa i përket faktit se si mundet që sot seksi të rekrutoj në këtë nivel personazhe të cilët marrin vendime kaq të rëndësishme për botën. Por me sa duket ky ka qenë një lloj realiteti që kjo po zbulojnë dita ditës. Gjithë sistemi botëror, vetëm një pikë pyetje kam para se të pyes pak Radojën për çështjen e emrave shqiptar të përmendur aty. Si shpjegohet që shërbimet sekrete amerikane, shërbimet sekrete ruante Bill Clinton, që ishte pjesëtar i rregullt në ish-presidentin, shërbimet e vendeve të tjera nuk kishin asnjë informacion për këtë. Në fakt është shumë e çuditshme edhe për shërbimet britanike, sepse ne kemi princin Andrew. Kemi princin Andrew, i cili është një nga pak princat e Anglisë, duhet kuptojmë domethënë edhe për ta bërë lidhjen, ai është djali i Elisabetës, mbretëreshës me titull të shumë dhe me funksione publike. Tani si është e mundur që për një kohë kaq të gjatë, ky personazh kaq i rëndësishëm i aristokracisë britanike arrinte dhe shkëmbente materiale kaq komprometuese në fakt me këtë personazh i cili nuk ishte asnjë lloj detyre publike. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që ne kemi për shembull rastin e Lajçakut, Miroslav Lajçak, ishte ministër i jashtëmi i Slovakisë.
në momentin kur ai shkëmbente mesazhe të kësaj natyre. Kemi sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Dhe kryeministri i Norvegjisë. I cili raportonte se Tirana kishte vajza të bukura dhe ku i kishte pa i vajzat e bukura. Kishte një vizitë zyrtare. Ku i ka pa i. Dhe kjo në fakt është e turpshme, Blendi tregon atë hipokrizin, e cila me sa duket qëndroka në është një miksim, sepse kryeministri i Norvegjisë dhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës një periudhë tjetër kohe kishte shkuar për pushime me familjen e tij, me fëmijët në ishullin e tij. Pra nuk shërbente vetëm për pjesën... Jo, sigurisht, dhe gjitha komunikimet, nuk është se kompromentojnë gjithëkënd, po e rëndësishme është fakti që, a e thash, në 2008 ky njeri është i dënuar për trafik me të mitur. Dhe si është e mundur që gjitha njerëz që mendojnë që duhet të kenë këto standardet edhe parimet e larta, janë këta njerëz të cilët dalin në forume ndërkombëtare që flasin për të drejtat e njeriut, për mbrojtjen e vajzave dhe të grave, arrinin dhe kishin këtë misi shkëmbenin favore me një personazh të tillë. Edhe kjo është një lloj tronditje e fortë morale që po ndodh sot në botë. Po. Një pyetje kam, i afrohej Epstein atyre apo shkonin ata tek Epstein? Tash metoda është që janë kryesisht është ajo me që preke shërbimet sekrete. Domethënë dyshohet që ai gjithmonë ka pasur qëllim të shantazhojë dhe të mbledhë dhe të deportojë, sepse edhe vetë jeta e tij është e habitshme se si ky njeri lindi nga hiçi, doli domethënë ai gjithmonë ka përdorur këto të njëjta taktika, metoda për të kapur një njeri që deportoi në një grup shoqëror apo në një grup elitar tjetër etj. Kështu që metodat janë ato, ideja është që hajde për qef kur thuti hajde me kalamajt njerë, se ka party, po ka dhe after party, pastaj që... Prandaj metodat janë nga më... Po qëllimi ka qenë gjithmonë për të korruptuar. Emrat e shqiptarëve të përmendur. Emrat e shqiptarëve janë emra të disa, është një gocë, se tash nuk është mos i përmend emrat si emra, po që kam pasur funksione të ndryshme. Ka qenë një asistente ligjore që ka qenë goxha e afërt. Një kompanie ligjore që merrej me... Po që nga email-et duket që kishe korrespondencë shumë të pothuajse përditshme, po që kryesisht po shikoje korrespondencën ishte kryesisht që kishte të bënte me punën. Po deri më sot nuk ka asnjë emër shqiptar të përfshirë drejt për drejt në pjesën e errët të Epstein, deri tani. Deri tani, jo. Tani se çdo minutë, 3 miliona... Aty janë gjitha dhe miliona dokumenta. Çdo ditë vjen dikush i më çon në rrjetet sociale, më thotë gjeta dhe një emër shqiptar. Mjafton kërkosh një emër aty dhe diçka do dali, me sa duket sepse ka aq shumë dokumenta dhe... Sa është? Është gjithë bota, Blendi. Gjithë bota, praktikisht. Fakt, kjo është një nga gjërat më interesante, ne do ta trajtojmë ndoshta ditën e enjte për të parë çfarë ka ndodhur, nga erdhi ky personazh, si arriti një personazh nga askush, pa asnjë rekord, po themi, serios të bizneseve të veta, të ardhurave të veta, në vendin më të kontrolluar të globit, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti shpëtosh kontrolleve financiare, kontrolleve të mediave, të gjitha llojeve të tjera dhe të arrit korruptoj gjithë elitën e botës. Ne do të merremi në ditë vim, kështu që unë falenderoj dy të ftuarit në këtë pjesë natë të tretë të emisionit, natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje.